Të jesh versioni më i mirë i vetes, nuk është thjesht një slogan. Është një mënyrë jetese. Është një zgjedhje që e bën për ditë, jo vetëm kur ndihesh mirë, por sidomos kur ndihesh bosh, i lodhur dhe gati për të dorëzuar gjithçka. Të mos jesh ai që ishe dje, çdo mëngjes je përballë një zgjedhjeje. Të vazhdosh të jetosh një ditë tjetër si e djeshmja, ose të bësh diçka ndryshe. Të mos jesh ai që ishe dje është një fitore. Një progres. Një revolucion i vogël i përditshëm. Pse? Sepse vetja jote e djeshme mund të ishte e lodhur, mund të ishte e frikësuar, mund të kishte hequr dorë. Por vetja jote e sotme ka një shans të ardhë, të bëjë një hap më shumë. Një vendim më të mençur. Një orë më shumë disiplinë. Një mbrëmje më pak rrjete sociale dhe më shumë reflektim. Askush nuk vjen të shpëtojë, njerëzit mendojnë se dikush do vi dhe do i ndryshojë jetën. Por askush s'ka aq fuqi, ti je i vetmi shpëtimtar i vetvetes, vetëm ti mund ta vendosësh trupin tënd në lëvizje kur je i lodhur. Vetëm ti mund të mbyllësh gojen kur është koha për të dëgjuar, jo për të folur. Vetëm ti mund të zgjedhësh përparësitë kur bota të ofron kaos, dhe vetëm ti e di me të vërtetë se çfarë luftash po përballon. Prandaj, mos kërko shpëtim jashtë vetes. Bëhu mbështetja që të ka munguar. Mëso të përballosh veten tënde, armiqt më të mëdhenj nuk janë jashtë. Janë brenda, zëri që të thotë nuk je mjaftueshëm i mirë, ajo ndjenja e boshllëkut që të gërryen kur dështimet mbivendosen, ato kujtime që të kujtojnë se je thjesht si gjithë të tjerët, por kur ti vendos të përballesh me këtë version të brendshëm, jo për ta urryer, por për ta tejkaluar, ndodh rritja, sepse vetja jote më e mirë nuk fshihet pas suksesit, por shfaqet pas përballjes me vetveten. Fillo me zakone të vogla. Nuk ka nevojë të ndryshosh gjithçka për një herë. Një version më i mirë i vetes ndërtohet me hapa të vegjël, por të qëndrueshëm. Zgjohu pak më herët, rregullo krevatin, mos u anko për ditën, përdor fjalë të forta, jo fjalë viktimash, fillo ditën me mirënjohje, jo me telefon. Këto duket si gjëra të vogla, por janë blloqet themelore që ngre karakterin. Vendos standarde për veten, mos kërko që bota të sillet më mirë me ty, kërko që ti të sillesh më mirë me botën, mos kërko që njerëzit të respektojnë më shumë, kërko që ti të mos pranosh më pak se sa meriton. Kur vendos standarde për veten, për sjelljen tënde, për etikën tënde, për mënyrën si komunikon dhe si përballon presionin, atëherë çdo gjë rreth teje fillon të ndryshojë. 6. Mos u krahasohu me dje, bëhu më i disiplinuar se sa dje, më i sjellshëm se sa dje, më i fokusuar se sa dje. Kjo është gara e vetme që ka rëndësi. Njerëzit e tjerë kanë histori të ndryshme, sfida të ndryshme dhe rrugë të ndryshme. Krahasimi me ta të djeg energjinë që mund ta përdorësh për ndërtimin tënd. Zgjidh dhimbjen, jo rehatin. E vërteta e hidhur është kjo, ose zgjedh dhimbjen e disiplinës, ose përball dhimbjen e pendesës. Dhimbja e ushtrimeve të përditshme është më e lehtë se sa dhimbja e një trupi të pafuqishëm. Dhimbja e të mësuarit është më e vogël se sa dhimbja e ignorancës. Dhimbja e vetmisë për të bërë zgjedhjen e duhur është më e lehtë se sa dhimbja e shoqërisë së gabuar. Pra, zgjidh dhimbjen që të ndihmon të rritesh. Përballu me veten si një luftëtar, të jesh më i mirë. Nuk do të thotë të jesh gjithmonë i qetë, gjithmonë në paqe, gjithmonë i suksesshëm. Do të ketë ditë të vështira, momente dëshpërimi, periudha errësire, por nëse ti qëndron, nuk dorëzohesh, ringrihesh dhe vazhdon të besosh, atëherë je në rrugën drejt versionit më të fortë të vetes tënde. Rruga është e vetmuar, por e lavdishme. Mos prit duartrokitje. Mos prit që të gjithë të kuptojnë. Në rrugën drejt vetes më të mirë do të ecësh shpesh vetëm, por është në këtë vetmi që zbulon forcën që se dije se e kishe. E kur të arrish majën tënde, e cila mund të jetë pa kamera, pa like, pa zhurmë, do ndjesh një paqe që nuk blihet, një krenari që nuk matet, një vlerë që nuk lëkundet. Nis nga sot. Pa justifikime, sot është dita kur e ndalon veten të jetosh si dikush që e di se mund të bëjë më shumë. Por se bën, sot është dita kur i thua mjaft vetes që shtyn, vonon, gënjen veten me frazën, kur të jem gati, nuk bëhesh gati.
bëhesh dhe bëhesh duke vepruar. Merr vendimin sot, jo për të qenë perfekt, jo për të bërë gjithçka menjëherë, por për të mos qenë më ai që rri në pritje të një dite më të mirë. Ti je dita më e mirë, ti je përpjekja, ti je ndryshimi. Ti je vetë fuqia që të mungon.